Lutja është ilaç i zemrës dhe i shpirtit. Ajo i jep njeriu një suport shpirtëror të paimagjinueshëm. Ti ke një hall, ke një kërkesë dhe i drejtohesh atij që ka çelësat e zgjidhjes në dorën tënde. Ndërkohë që i drejtohesh me lavdë dhe falënderime e madhron drejt për drejt i Allahun xhaleshanu. Dhe ti po mendon se i madhi Zoti i universit po të dëgjon me vëmendje hallin edhe sikletin tënd. Ke ngritur duar, ai është më i madh i bujar, turprohet të t'i kthej duar të bosh ty, siç thot profeti alayhi salatu wassalam. Zoti është i turpshëm dhe është shumë bujar. Nëse dikush për ju ngren duar dhe i kërkon diçka, Allahu nuk ja kthen kurrë bosh atij. Madje në thot profeti alayhi salatu wassalam, Zoti është më i dashur me krijesat e tij se sa nëna me fëmijën, subhanallahu el-azim. E ti kur lutesh për Allahun xhaleshanu e mendon se Allahu xhaleshanu derisa ty ta mundsoj që ta hapi derën e lutjes, ta inspiroj lutjen, Allahu deshi të të përgjigjet, siç thot profeti alayhi salatu wassalam. Atij që Zoti i hapi derën e lutjes, i ka marrë përsipër edhe përgjigjen, pra i ka hapur edhe derën e përgjigjes. Profeti alayhi salatu wassalam thot: lutuni me vendosmëri se Zoti juaj dëgjon lutjet dhe i përgjigjet lutjeve, ai është më i madh i bujar. Nuk bezdiset Allahu xhaleshanu as pak nga lutja edhe nga kërkesa jote, sado e madhe ose e përsëritur qoftë ajo.